Si që pushet jemi këtu pra në rrugën Bujaroka dhe Ymer Pula, ku prapa me pushet një vetur e cila është përplasur në një shtyllë elektrike, ku në të njëjtën kohë vetë sa po kryen edhe disa punime. Sipas një raporti të dërguar nga Vlera Krasniqi në zyrën për informim dhe marrëdhënie me publikun nga Drejtoria Rajonale e Policisë në Gjakov, thuhet se sot rreth orës 10:45 në kryqëzimin e rrugëve Bujaroka dhe Ymer Pula në Gjakov ka ndodhur një aksident trafiku ku janë përfshirë 2 automjete dhe është dëmtuar prona publike. Deri më tani është raportuar për një person të lënduar dhe është dërguar për trajtim mjekësor. Për të zbardhur rrethanat e këtij aksidenti, bëhet e ditur se rasti është duke u trajtuar nga njësia e trafikut të qytetit në kuadër të stacionit policor të Gjakovës.